Zoti Lima herën e kaluar ju thatë se ka pasur disa lëvizje. A ka kësaj radhe ndonjë lëvizje edhe a ka ndonjë ndryshim të qëndrimit të nismës socialdemokrate? A ditë ka pas lëvizje, kur më thonë për ato letra që ishin. Kishte letra dhe nga partia parë, kishte letra dhe nga partia tretë, kuptimin që u lëviz diçka pavarësisht tani rezultatet i pamë përgjigje. Po shpresoj që, si më thënë, po hargjohen gjitha këto mundësit, eksplorimet që janë duke i bërë forcat politike, momenti është më i thirrë përgjithësisë. Të gjithë do të kuptojnë që institucionet Kosova urgjent duhet me i pas. Bota rajoni rreth neve është në trazim. Kosova nuk e ka luksin me vazhdu me vetë kështu. Sa më shpejt na duhet institucionet, sa më shpejt na duhet një qeveri në punë, e cila i jep dinamik dhe impuls të ri ekonomisë. Gjendja ekonomike në Kosovë kur më keq ka qenë, duhet urgjentisht marrim përgjegjësi për ta rilëvizur ekonominë e Kosovës, diplomacinë e Kosovës dhe çdo shteti të merr përgjegjësinë që i takojnë. Shqeni njerëzit kanë votuar. Si është e madhe. Kjo do na më shumë zgjedhje. Na kanë zgjedhur për të zgjedhur institucionet. Në politikë. Bashkia në politikë është sikur të hyn media. Media lirë është kur ju jeni të gatshëm në një studio me ndëgju ato që s'ka, nuk është e këndshme për juve, e me vazhdu me bashkëbisedu. Kjo është media lirë. Në politikë është e njëjta gjë. Duhet të bashkëbisedojsh, të ulësh të tentojsh me gjetë marrëveshje me ato që s'pajtohesh. Ato që pajtohesh nuk ka nevojë marrëveshje me pas. A keni pasur ftesë për këso marrëveshje me lëvizjen vetëvendosur? Nuk kemi pasur ftesa nga askush. Unë e pres që në këtë frymë forcat politike të jenë të përgjeshme edhe të kryejnë misionin që e kanë para votuesve të vet, secila nga ne. Nisma këtë drejtim do të jap kontributin e vet sipas fuqisë që e ka. Ne kaq kemi fuqinë tonë politike, kaq kemi mundësinë dhe në këtë kontekst, në këtë mas që e kemi, do të jemi të përgjeshëm. Prandaj edhe kemi thënë që nga fillimi. Po, ne i përgjigjëm ftesa, ne ulim, bashkëbisedojmë, nuk do të thë që pajtohemi. Po ulim e bashkëbisedojmë, tentojmë për të pajtuar. Po dhe mos më pajtu, ka dikush që do të gjithë në pajtimi. Edhe marrëveshje. Kjo kështu është sprovimi deri në limit të taktikave ose të durimeve të cilat besoj do të jepet fund, sikur që thash. Njerëzit janë zgjedhur për të zgjedhur institucionet. Vendimet politike të jetë s'ka të gujtë. Nuk zhbllokohet me votat tona këtë situatë, edhe ju e dini. Nuk zhbllokohet. Ju duhet, përsëri për forcat politike të cilat kanë përgjegjësi të mëdha këtë vend. Edhe ju dini si bëhet ajo punë. Kosova ka nevojë për një shumicë parlamentare shpejt, shpresoj që do ta. Bashkëpunismës së Zotria Alina e thatë që do të drejtohet